A keni parë në ëndër mish? Kjo është videoa e duhur. Në interpretime tradicionale të ëndrave, shikimi i mishit të kafshëve mund të ketë kuptime të ndryshme. Këto varen nga lloji i mishit, mënyra e përgatitjes dhe konteksti i ëndrrës. Tani do të japim disa interpretime më të zakonshme të këtyre ëndrave. Mish i gatuar. Të shohësh mish të gatuar në ëndër shpesh konsiderohet një shenjë e mirë që tregon përfitime financiare dhe mirëqenie. Mish i papërpunuar. Shikimi i mishit të papërpunuar mund të tregojë sfida ose vështirësi që mund të hasen në të ardhmen. Ngrënia e mishit të pjekur në zgar. Ky veprim mund të tregojë lidhje ose marrëdhënie që nuk janë në përputhje me parimet morale të personit. Mish i ofruar nga një person i panjohur. Nëse në ëndër një person i panjohur të ofron mish, kjo mund të tregojë shfaqjen e tundimeve ose problemeve në jetën tuaj. Mish i ofruar nga një person i njohur. Nëse personi që ofron mishin është i afërm, kjo mund të lidhet me ndarjen e trashëgimisë. Nëse është mik, mund të tregojë tradhti ose mashtrim. Mish i ofruar nga një person i vdekur. Të shohësh një të vdekur duke të ofruar mish të gatuar mund të tregojë humbjen e pasurisë. Ngrënia e mishit të njeriut. Ky veprim, ndonse mund të duket i frikshëm, shpesh interpretohet si shenjë fitores mbi armiq dhe eliminimit të makinacioneve të tyre. Mishi i derrit. Nëse e kripos, duhet të vendosësh për të ardhmen tënde. Nëse ha, gjendje e qëndrueshme. Mish viçi. Nëse sheh mish viçi që ha, duhet të bësh ekonomi. Nëse e pjek, trishtim i fshehtë. Ta shohësh, punët të shkojnë mirë. Mish shkali. Nëse sheh se ha në ëndër mish shkali, do të thotë se ke varfëri në familje. Nuk është mirë. Mish lope. Mish i lopës është shëndet. Mish ariu. Të hash mish ariu në ëndër është martesë në familje. E sheh ta përgatisin trashëgimi. E ble, miqtë e tu do të ndihmojnë financiarisht. Kur mban erë të keqe, refuzon një propozim për martesë. Mishi i deves. Ngrënia e mishit të deves në ëndër mund të tregojë sëmundje të ardhshme për ëndërrimtarin. Gjithashtu mund të simbolizojë shkaktimin e padrejtësisë ndaj familjes, veçanërisht ndaj grave, gjë që mund t'i sjellë dëm dhe mëkate ëndërrimtarit. Mishi i kafshëve grabitqare. Të shohësh veten duke ngrënë mish kafshësh grabitqare, si luan apo tigra, mund të jetë një tregues i fitores dhe suksesit, ndaj një konkurrenti të fortë që po të pengon që të përparosh në jetë. Është e rëndësishme të theksohet se interpretimet e ëndrave janë subjektive dhe mund të ndryshojnë në varësi të kulturës, besimeve personale dhe kontekstit individual. Prandaj këto interpretime mund të merren si udhëzime të përgjithshme dhe jo si përfundime absolute. Të nderuar miq, këto ishin disa shpjegime mbi ëndrat kur shihni lloj të ndryshme mishi. Ka shumë rëndësi të vini re se cila është gjendja juaj kur shikoni ëndrrën. Nëse ju ndjeni ankth, siklet, frikë, atëherë duhet të keni kujdes. Ëndra ju paralajmëron të keni kujdes. Nëse ju ndjeni paqe, rehati, qetësi të brendshme, atëherë ëndra parashikon diçka e mirë do të vijë në jetën tuaj.
Nëse ju ka pëlqyer video, bëni like dhe share. Ju faleminderit për kohën tuaj. Do të shihemi në videon e radhës.